Kryeministri Edi Rama ka folur këtë javë në podcastin Flasim për disa çështje që kanë qenë në fokus të opinionit publik, si rritja e pagave të gjyqtarëve, miratimi i projektligjit për amnistim penale dhe heqjen e masave ndaj aplikacionit TikTok. Rama theksoi se nuk do të ketë një rritje të përjetshme të pagave për gjyqtarët dhe se ata nuk mund të vendosin mbi të gjithë qytetarët sa i përket pagës. Kryeministri u shpreh se reforma në drejtësi ka pasur për qëllim rritjen e pagave për gjyqtarët, por brenda një kuadri të drejtë dhe proporcional. Ka një piramid pagash, e cila fillon me presidentin e Republikës dhe zbret. Në ndërkohë që në mënyrën më të vetëdijshme pagat e gjyqtarëve ne i rritëm mbi të gjithë. I rritëm mbi të gjithë për ato arsye që thash, por nuk i vendosëm mbi të gjithë me idenë që sa herë do rriten këto, do rriten dhe këto. Dhe që Shqipëria do të bëka vendi i vetëm në planet ku mbi të gjithë dhe të gjitha është kasta e gjykatësve. Kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Të paktën jo me mua dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë si shumicë qeverisëse, gjykatësit nuk mund të kenë një rritje pagash të përjetshme mbi të gjithë të tjerët dhe gjykatësit nuk mund të arrisin pagën e tyre me 2.000 dhe 3.000 euro në muaj, plus nga ajo që marrin që është më e lartë se sa që marrin sot të gjithë të tjerët. Kjo nuk ka për të ndodhur, nuk mund të ndodhi, nuk duhet ndodhi dhe shpresoj që gjykata kushtetuese ti vëri vullën njëre mirë këtij debati absurd. Qeveria miratoi projektligjin që parashikon lirimin e 447 personave dhe ulje dënimesh për qindra të tjerë, duke përjashtuar krimet e rënda, korrupsionin dhe krimin e organizuar. Rama e përshkroi vendimin si një hap për drejtësi më proporcionale dhe për uljen e mbipopullimit në burgje, paraburgimin, e cilësoi si plagën e shoqërisë sonë. Është një vendim që përfaqëson përsëri një zgjedhje qartë politike. Ta orientojmë drejtësi drejt veprave që paraqesin rrezik real për shoqërinë dhe të shmangim përdorimin disproporcional të forcës represive të shtetit përmes ndëshkimit penal për raste që nuk e justifikojnë përdorimin e forcës. Kjo natyrisht do të sjellë si pastaj efekt të vetin ansor, po shumë të rëndësishëm, edhe uljen e mbipopullimit në burgje, edhe uljen e kostove, por edhe rritjen e investimeve për të rritur cilësinë e jetës në institucionet tona penitenciare. Është një hap konkret që do të pasohet nga tjerë në raport me idenë totalisht të keq shfrytzuar dhe të keq përdorur të paraburgimit. Paraburgimi është një plag në Shqipëri. E jemi të vendosur që do të ndërhyjmë për ta shëruar këtë plag me masa të tjera, me ato që e kam quajtur reflektimi i madh dhe për cilin po punojmë me një sër partnerësh shumë të rëndësishëm europian për të bërë ndërhyrjet e dhura dhe pa humbur shumë kohë. Rama tha se vendimi i Këshillit të Ministrave për heqjen e bllokimit të TikTok erdhi pas dialogut me kompaninë dhe vendosjes së mekanizmave të rinj të sigurisë. Filtrat e rinj synojnë mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve duke garantuar, tha Rama, një përdorim të kontrolluar të platformës. Ajo që pata paralajmëruar ka ndodhur sepse me TikTokun kemi vendosur jo vetëm një komunikim, por kemi vendosur një bazë të re. Dhe për këtë arsye vendimi i Këshillit të Ministrave nuk është tërheqje, nuk është dorëzim, aq më pak pastaj nuk është mbyllje sysh, siç është komentuar me sa më thonë, por është rezultati i një procesi serioz, rishikimi dhe një pune konkrete, adresimi real të shqetësirave për sigurinë dhe për filtrat e nevojshëm që të ketë shumë më tepër kontroll në kuptimin e mirë të fjalës, jo censur, po kontroll, mbi gjithë aktivitetin dhe mbrojtje të fëmijëve dhe të më të rinjve në radhë parë.
Kreu i qeverisë thekson se këto vendime synojnë drejtësi, siguri dhe interes publik duke balancuar nevojat e qytetarëve dhe funksionimin e shtetit.